vazhdimisht pjesë e saj. Kam qenë dhe deputet në 91, kam qenë dhe kandidat sot, jam dhe mik i doktor Berishës dhe nuk e mohoj, e kam vlerësu doktor Berishën gjithmonë se ka pas koraje të ka dasë në zemër të vërtetën, kësoj radhe unë kam marrë një distancë. Doktor Berisha kërkon të kamufloj rëndësinë e një investimi me të drejtë që ka për Shqipërinë sot 4 milion euro, por anë shkalon faktin që kjo është një qokë politike. Unë kuptoj halën se ajo është forcë politike dhe nuk do të prishet me administratën e qeverisë Trumpit. E kuptoj. Por unë personalisht kam tjetër raport me të vërtetën, duhet të jem gjithmonë i transparent me qytetarët e mi që më kanë votu i herë për kryetar bashkie, i herë për deputet, edhe kësa radhe më kanë dhënë 4.000 vota, dy fishe ty ka marrë tradicionalisht opozita. Unë i kam borë që i ka përtu dhe jem gjithmonë transparent. Këtu distancë nga Berisha dhe pajtohem me protestuesit në Tiranë. E qartë, por mendoni se po krijohet një konsensus i heshtur, do të quaja zotika, mes mazhorancës dhe opozitës pikërisht për këtë investim? Shiko, perceptimi publik, unë kam edhe komunikime me shumë persona që më kanë imun në fushat, perceptimi politik është ky dhe ka dëmtuar shumë rand opozitën. I ka prej një shans për të kriju besim të qytetarët. Ka gabuar rand opozita shqiptare me këtë qëndrim që i ka majtë. Shpesher edhe me kostën që ka, se la verita fa male, thot një këngë italiane, edhe me kostën që ka vërteta, njeriu duhet të mbështetet tek e vërteta. Qartë, Zotika, nga ana tjetër ju përdorni dhe një krahasim historik të fortë, ku thoni se pushtuesit nuk shitën territore, ndërsa sot po ndodh e kundërta. Mendoni se ndoshta po rrezikojmë realisht sovranitetin, apo është thjesht një metaforë politike e përdorur? Jo, nuk është metaforë politike, unë jam kundër metaforë politike dhe jam pro fakteve. Një gram fakt peshon sa një ton fjalë. Edhe unë kam sjell shumë fakte të thjeshta dhe të kuptush me përmasën e gjërave të atyre që na ndëgjojnë dhe na lexojnë. Unë jam antikomunist sepse jam i persekutuar, jam i shpronësuar, kam qenë kundër Enver Hoxhës, pa atë që e ka merit. 1 metër tokë Enver Hoxha nuk e shiti. I pa dhënë Pasha Limanin rusëve, por sa po u cënu interesi kombëtar, i përzuri, kur thot po dhe kam thonë dhe këtë statusin me pish në shalën për Hoxha. Kurse ky po bëhet më keq se Enver Hoxha. Ky nuk i thot shqiptarëve çfarë konditesh ka kjo kontratë, çfarë është vizitu 3 ditë në Izrael. Nuk ja thot këtë shqiptarëve, por gjen 1000 mënyra përmend Bibël e përmend Kur'an. Unë hiqen katunë, unë hiqen çfarë që ka ku hiqet Tirana për na hiqu i copi ishull neve si territor kombëtar. Ne jemi popull i vogël, jemi vend i vogël. Fillojmë dhe e shesim, shqiptarët duhet të tekalojnë partitë, të tekalojnë tifozëritë. Edhe një patronazhist duhet të kalojë atë vend në punës që ka marrë në bashki. Duhet ngrihet me forcën e moralit vet. Edhe artistët shqiptarë nuk duhet shihen atë skutën e privilegjit që ka krijuar regjimi. Duhet dalin, figurat publike duhet dalin. Moderatorët televiziv që kanë audiencë duhet dalin. Sot është momenti të bëhen gjithë shqiptarët bashkë. Asnjë s'ka qenë më rrezik sa sot Shqipëria. Mendoni Zotika se në një moment kjo protestë ndoshta do të kthehet edhe politike, pasi kemi parë që gjatë kësaj proteste ka pasur edhe figura politike të partive të vogla të shesh? Shiko, tu ka 2 aspekte për të analizuar. Që partitë e vogla e mbështesin bëjnë mirë, kërkoj ta mbështesë edhe partia e madhe opozitare. Po që kërkojnë ta kapitalizojnë në favor të vetës është imoralitet. Tu nuk pajtohem. Ato bashkohen me ritën, kanë ato 30 të reja që dalin, plasin, edhe pse pa përgatitur, edhe pse pa një program, edhe pse pa një lider që ja qanë hallin në studiet televizive. Rëndësika që dalin, po thyen frikën, po nxjerrin vërtetën shesh, po detyrojnë qeverinë thotë të ato që ka fshehur. Ka një këshill filozofike, vërtet bukur që kam thonë dhe aty, nuk ka gjë më të dukshme në këtë botë se sa gjërat që fshihen. Qartë. Tu ka shumë gjëra që fshihen dhe këto gjëra po duken dhe këto gjëra po e ndezin protestën. Për çfarë bëhet fjalë Zotika? Çfarë doni të thoni me këtë? Në luhatjen time, në intuitën time, bëhet fjalë që po vjen një fuqi ekonomike
që as nuk do harxoj kot me të punë, po ajo do t'ja shesi një fuqie tjetër, siç e tha dhe vetë Rama, jo nga Dubai, nga Emiratet Arabe, për të bërë këta ligjverish, më mirë bëjmë vetë. Ta kuptojnë shqiptarët, investim i huaj serioz është vetëm atëherë kur qeveria shqiptare në transparencë të plot publike bëm diskutime, sepse kemi të bëjmë me një çështje mjaft sensitive. Bëm diskutime publike për një projekt të madh me transparencë publike. Dhe këtë projekt e hedh në asfalt. Morin pjesë shumë firma financiare të mëdha në botë. Bota nuk e ka qendrën me vajzën e Trumpit. Nuk fillon dhe nuk mbaron ke shoqëria financiare e dhëmbrit Trumpit. Ka shumë qendra financiare në përbot. Bëj një tendër të hapur dhe bujrën le ta mirëpresim. Atëherë do të rrafin durët gjithë e do i themi bravo Edi Ramës që u tregove kaq larg pamës dhe kaq i dobishëm për jetën e shqiptarëve, për përparimin, progresin e gjithë kombit shqiptar. Po jo në këtë lloj mënyre. Pra paskenët sjellin gjithmonë dëm. E qartë. Zoldika, por nëse nesër qeveria do të publikonte të gjithë dokumentacionin, studimet, por edhe projektin e plot, pra se i përket Zvërnecit, do ta ndryshonte kjo të gjithë të qëndrim tuajin? Shiko, kur themi transparencë do të publikonte, qytetarë shqiptarë duhet të di çfarë detyrimesh ka kjo kompani financiare, pasi ta ketë ndërtuar këtë resort, çfarë aksesi do kenë shqiptarët për të hyrë në këtë resort dhe çfarë dobi ekonomike do ketë buxheti i shtetit shqiptar çdo muaj për ta tatuar këtë resort, sepse ne kemi një eksperiencë negative. Ne kemi firmën e naftës që nuk lejon financat e shtetit të hyjë ta kontrollojnë, nuk paguon detyrimet e shtetit, nuk pranon të dalin gjyq na morin pjesë dhe ambasadorët, mos i gjykoni këto çështje. Ne, populli shqiptar është djeg me këto lloj marrëveshjesh. Edi Rama thotë që është fuqia e popullit, por Edi Rama i futi drejt me melonin, pa ditë asgjë popullit dhe i fal gjatrin e Lezhës. Edhe kjo është një çështje e madhe për t'u analizuar. Nuk është të vinë karabinierët italian edhe i thonë ndal qytetarit shqiptar në territorin e vet. Nuk është gjë e mirë. Zoldika, mendoni se problemi është mënyra se si po e menaxhon qeveria shqiptare të gjithë këtë proces, apo problemi nga ana tjetër është vetë investitori Kushner? Shiko, investitori Kushner ka gjetë shesh, ka bo për shesh. Nuk na ka asnjë borxh. Borxhin na ka qeveria jonë, që del aty dhe thotë unë kam votat e shqiptarëve, që unë në një postim tashëm do t'ja postoj se kush janë votat e shqiptarëve, se ka dalë imigranti Greqia me një kosh plenësh 2 kuntal vota, më na thotë ati hullë plenët, apo t'i japë Edi Ramës. I ka votat e vjedhura Edi Rama. Nuk do të ketë forcë morale ta thotë dhe fjalë, do të vitë turp. Është aty me votat e krimit, me votat e vjedhura. Një fije moral ketë nuk e përmend më atë fjalë që kanë votat e qytetarëve shqiptarë. Qytetarët shqiptarë janë që dalin shesh. Edhe unë qytetar shqiptar jam, edhe ju qytetar shqiptar jeni. Ka mjaft gazetarë ndërum që e përkthejnë të vërtetën çdo natë nëpër studi. Pa ka 100 herë më shumë nga ato që i shërbejnë regjimet dhe emulojnë të vërtetën. Kush është rreziku më i madh sipas jush zoti Dika, pra humbje e investimi miliardësh apo humbje e besimit të qytetarëve tek mënyra se si po merren tashmë vendimet publike? Domi më i madh është se si po merren vendimet publike dhe gjithë Shqipëria po rrugulliset të një të panjohure. Kurse ato miliardet që humbim në këtë rast i rikuperojnë 10 herë më të sigurta apo të bëjnë një tendër të hapur publik ndërkombëtar. Ka mjaft firma të interesuara që vinë. Nga ana tjetër, zoti Dika, ju akuzoni deri diku edhe mediat pranë qeverisë se po drejtimojnë protestën, mendoni se po zhvillohet ndoshta një betejë propagandistike për të kontrolluar të gjithë këtë narrativ? Ju dini më mirë nga ju, zonja Griselda, se merrni jeni operatore medjes. Mediat janë një pushtet në vete. 4 pushtete qeverisë një popull. Pushteti drejtësisë, pushteti legjislativ, pushteti ekzekutiv dhe pushteti medjes. 4 kolona ma një shtet në kom. Ju jeni një ndër ato 4 kolona. Qartë. Se pash më falni ta bëj dhe këtë sqarim, pash një deklarim të zotit Feziu, si ekspert i vjetë e kësaj fushë, që dalë në mbrojtjet e vetës vetë thonë dhe mos ta kërkoni në evaluari se ju e keni votuar. Është e vërtet,
që se ka betu vetëm ai, thonë unë se ka betu osjerë. Kontributi që ka dhonë Feziu regjimit në fuqi është sa 100.000 vota marrë së bashku. Edhe vota ti e marrë veç nuk ka asnjë lloj vlere. Sepse e kam pa 100 herë në për Soleta, Gradiqelësh, të thonë sa bukur duket Tirana. Këto është të redatosh, të turkosh ndryshkun e këtij regjimi. Kur them Bledi Feziu, është një ushtri si Bledi Feziu Shqipni që po në 9 ditë për të zbukuru Tiranën. Dhe asnjë nuk e nxjerr ato 2 pallatët që ja kanë marrë frymën kishës e Tembellët në qendër Tiranës, në këto metet kalibrit Feziut. Asnjë nuk e nxjerr. Kjo është hipokrizia që përdorin këto gazetarë. Mirë, do të di ka nga ana tjetër, për t'ju rikthyer sërish protestës në Zvërnes, si e shpjegoni edhe faktin nga ana tjetër që një qytetar u dënua dhe u tërhoi zvarr pra nga persona privat, ndërkohë që vetë forcat e policisë ishin në terren. Kemi edhe pamjet ndërkohë që na shoqërojnë. Këto janë pasojë, nuk janë shkaku. Kur përplaten fuqit pa dukshme pushtetesh, ne shohim vetëm konsekuencat. Kjo ishte konsekuencë e fuqive të pushtetet pa dukshme. Sepse policia e shtetit nuk është kaq e pa, ku i don qefi mes Tiranës e tërheq zvarr protestuesit. Por aty e di që kishte të bënte me njerëzit e pushtetit. Ato që ishin mbrëm dhe tërhiqin njerëzit zvarr, ishin njerëzit e pushtetit dhe kishte frikë dhe policia vetëm i prek. Se heq nga puna ai një polic. Aq pushtet kanë të lloj njerëz.